E? Mirë, mirë. Vjen mirë, edhe unë jam mirë me juve çdo herë. Shqyqyr për zot. Tema, qysh të dok? E mirë shumë, po kjo lamëtomia çdo aspekt është me kaltrin më zvet. Unë tash po foli për lamëtominë, që po thosh. Më të vështirë që e ke pas. Kur e kom përcjell qikën nusat madhen, më ka duk që s'ka me të kërku shtëpi. Pse? Ka shku larg? Është martu larg apo vetë fakti që është bën nuse? Kur martu, kur martu qika, që mërzita, nuk e di shumë një pas mërzita. Se është kjo mërzi kështu? Pse nuk mërzitet, për shembull, kur martohet djali, nuk mërziten as shumë prindrit? Po harrojnë anë që dhe ata printe nusës mërziten, po menojnë që veç da mërziten. Duket prindrit e vajzave mërziten më shumë. Nuk e di pse kom këtë mendim. Ma kujtove dhe mua një lamëtomir të vështirë. Para 12 viteve që e kom bo, kështu njëjtë, kur kam shku nuse. E vërtet, kaltrinosh se shumë një mërzit, shumë nuk di qysh me thonë, që tash dy qysh po mërzit nga qatë shport. Veç kur po e kujton. Edhe kështu që jam të prit, qatë qikë që kom për cjellë të madhe një të prit madhe. Me po, sa mirë, me rëndësi edhin që është e lumëtër, është rahat. Po, jo, e lumëtër është. Ajo është i që i prindit, kur ishe fëmijët mirë. Faleminderit shumë që telefonove, Afërdita. Faleminderit për te. Çdo të mirë, për shëndes, gjithashtu, të Një vekend bukur shnosh.